Vend fillon garën për liderin e parë. 2 emra të fuqishëm, një karrike udhëheqëse. Izzet Mexhiti apo Bilal Kasami, kush e meriton drejtimin e Vlenit? Kjo nuk është prioritet i Vlenit. Vleni ka dëshmu, domethënë, edhe me këtë formacion, sepse të shqiptarët janë mësu kryesisht deri tash me bayraktarizëm, edhe Vleni po e thënë këtë paragjykim që nuk është me rëndësi individi, po është me rëndësi ideja, është me rëndësi platforma. Cilat janë kriteret kryesore që Vlen do t'i përdor për ta zgjedhur liderin e parë? Nuk është me rëndësishmja çështja e liderit. Me rëndësishmja është çështja ideologjike, programi, ndërsa edhe formati i udhëheqësisë së Vlenit. Çfarë organe, çfarë kompetenca këtë, normal që edhe të çështja e liderit apo liderëve, varësisht për cilit model do zgjidhet, do përcaktohen bazë kriterë. Cili prej tyre mund t'i mbajë të bashkuara të gjitha subjektet politike? Po është domosdoshmërisht ne dy. Mund të ketë model me rotacion ku çdo lider do të udhëheq nga një vjet. Pra është herët pak për të folur. Çfarë mendojnë liderët e 4 subjekteve brenda koalicionit për këtë garë? Gara kryesore është Gostivari Vrapçishti, platforma, ideologjia, pikat ku do përqendrohet Vleni në të ardhmen dhe në kuadër të kësaj është edhe formati si do duket udhëheqësia e Vlenit. Vlen dhe VMRO në aksion për Badenter, cilat deputet negociojnë me pushtetin. Ka lëvizje të shumta. Ka lëvizje domethënë nga struktura poshtë, struktura domethënë nëpër organet partijake deri tek pozitat më të larta. Përgjigjet më të hollësishme sonte në 1+1 i jep kryetari i LD-s Izzet Mexhiti. Na ndiqni në TVM2 dhe TVM2 Sat.